Ishte ndaluar në burg për 10 kg narkotik. Rexhepi ishte përkujdesur që t'i jap 50.000 euro dorëzani, nuk e shijoi shumë lirin. Arrestohet përsëri. Trafikanti tashmë i njohur për publikun Agim Rexhepi është arrestuar përsëri brenda një kohe shumë të shkurtër që nga lirimi i tij, pasi fillimisht ishte ndaluar në burg për 10 kg narkotik. Agim Rexhepi, që ishte arrestuar më herët pasi uzu me 10 kg narkotik, ishte liruar pas një kërkese të bërë për ndryshim të vendimit nga paraburgimi në lirim me dorëzani. Rexhepi ishte përkujdesur që t'i jap 50.000 euro dorëzani që të lihet i lirë. Por kjo liri e tij zgjati pak pasi që i njëjti u arrestua përsëri tani në ndryshimin për përfshirje në rrjetin kriminal që përdorte aplikacionin e koduar Sky ACC. Në lidhje me ndryshimin e masës së paraburgimit në lirim me dorëzani, nga gjykata themelore në Prishtinë kanë deklaruar për lajmin e se zëvendësimi i masës së paraburgimit në masën e dorëzanisë është i vërtetë. Rexhepi në pranga është vënë nga policia në ndryshimin e komunikimeve të dekriptuara përmes Sky ACC, platformë e njohur për organizimin e aktiviteteve kriminale për të fshirë trafik ndërkombëtar droge. Hetimet ndaj tij po vazhdojnë nën koordinimin e prokurorisë speciale, ndërsa edhe dyshohet se Rexhepi është vetëm një nga disa persona në Kosovë të përfshirë në komunikime të zbuluara nga rrjeti i koduar, i përdorur nga grupe kriminale në Evropë. Por e çuditshme është që gjykata vazhdimisht ka tentuar që të hedhë topin tek prokuroria themelore në Prishtinë, ku tha se gjyqtari i procedurës paraprake ka marrë akt vendim duke aprovuar kërkesën e prokurorisë themelore në Prishtinë, ashtu që masa e paraburgimit të pandehurit A.R. i është zëvendësuar me masën e dorëzanisë. Referuar kërkesës tuaj për informata, ju njoftojmë se pas kërkesës së prokurorisë themelore në Prishtinë për zëvendësimin e masës së paraburgimit në masë të dorëzanisë, në çështjen penale kundër të pandehurit A.R. i është dyshuar për veprën penale blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, dhe për veprën penale mbajtje pronësi kontrollës e posedimi pa autorizuar i armëve. Gjyqtari i procedurës paraprake, pas shqyrtimit të kërkesës, ka marrë akt vendim duke aprovuar kërkesën e prokurorisë themelore në Prishtinë, ashtu që masa e paraburgimit të pandehurit A.R. i është zëvendësuar me masën e dorëzanisë, u tha në përgjigjen e prokurorisë për lajmi.net. Po ashtu nga gjykata u theksua se i pandehuri ishte i obliguar që të deponojë 50.000 euro në ark të gjykatës. Obligohet i pandehuri A.R. që në emër të dorëzanisë të deponojë shumën e vlerë prej 50.000 euro në ark të gjykatës. Nga gjyqtari i procedurës paraprake në këtë çështje penale, jemi informuar se deri më tani i njëjti nuk ka pranuar ankesë kundër këtij vendimi nga prokuroria themelore në Prishtinë. Arrestimi i Rexhepit është konfirmuar edhe nga prokuroria speciale në kuadër të hetimeve nga rasti i përfshirjes me Sky ACC. Në aksionin qielli i thyer morën pjesë rreth 600 polic dhe rezultoi me arrestimin e 22 personave të dyshimt. E gjatë mbastisjeve, autoritetet kanë sekuestruar sasi të mëdha të pasurisë dhe dëshmive materiale, përfshirë lëndë narkotike, po ashtu prokuroria pa të njoftuar se janë ngrirë 400.000 euro në llogari bankare dhe janë vënë në ndalim të gjitha paluajtshmëritë që u përkasin të dyshuarve. Operacioni është zhvilluar dhe mbështetur nga autoritetet e Belgjikës, Holandës dhe Europolit, ndërsa prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës ka qenë i pranishëm gjatë zbatimit të urdhrave për kontroll. Ky është rezultati i një hetimi të gjatë kundër grupeve të krimit të organizuar që merren me trafikim ndërkombëtar, pastrim parash dhe forma të tjera të kriminalitetit, thuhej ndër të tjera në komunikat.